Realiteti ku pjesa me madhe e të rinjve që janë përfshirë aty, që kanë parur në ditët, kanë qenë sepse të tilla lloj situatash tashmë nukleusi familjar shqiptar, të rinjt e vet, fëmijët e vet i kanë mbrojtur nga ekspozimet e ndikimeve jo të rregullta. Burimi i informacionit është ai që është, dhe këta të rinjt sot nuk tuten më. Nuk kanë limitime. Kanë një kthjellësi në mendimin e tyre që diçka është e gabuar apo e drejtë dhe në bazë të kësaj veprojnë. Dhe kjo është një lëvizje jashtëzakonisht e vyer për kombin tonë. Sepse u duk sikur për disa vitesh ne kishim rënë në një letargji që linim çdo gjë të rrith. Po ja që nuk qenë ka kështu. Dhe kjo besoj fal të gjithë këtyre faktorëve që përmendëm. Çfarë ka ndryshuar nga dita e parë dhe në ditën e 19? Unë do thosha ajo çfarë nuk ka ndryshuar është vazhdimi i, le të themi, ndjesisë së frustrimit të njerëzve. Por, mendoj që ka patur disa elementë jashtëzakonisht shumë të mirë. Për shkak të mobilitetit të popullit, që në masën që unë kam parë në ditën vazhdim më përpara, po edhe këto ditë, me aq pak njohuri sa kam unë në fushat të tilla, mendoj që ajo është një masë kritike, është një masë që përfaqëson diçka. Dhe mos harroni që aty ka të rinj. Për t'ju rikthyer prapë nukleusit familjar, një prind mund të ndikojë relativisht tek fëmijët e tij për t'i tërhequr në një revoltim, në një protestë. Por një fëmijë do ta tërheqë prindin e vet me do e mos mbrapa. Çfarë do të them me këtë? Përfaqësimi nga të rinjt në protestë ka bërë që të ndihet nga institucionet të caktuara ky ndikim. Dhe në ditët e mëparshme ka patur veprime të prokurorisë speciale, e cila ka marrë vendime, ka hedhur disa hapa. Gjithashtu, prezantimi i kauzave në atë mënyrë aq intelektuale, aq të pastër, aq të lirët, ka bërë që edhe në Parlamentin Evropian të përfaqësohet zëri i interesave të caktuara. Këto unë i quaj fitore. Zbërthimi i nuk dua të bëj politikën, por në fund ditës çdo gjë do të lidhet me politikën, se politikbërja është ajo që na garanton ardhmërinë. Zbërthimi i elementeve në parlament është një shenjestër tjetër e cila ka krijuar një, le të themi, një mini fitore, një hap më tepër para. Normal, çfarë ka kjo protestë që nuk e kanë patur protestat e tjera që janë thirrur edhe nga opozita? Ju vetë keni qenë në protesta më herët të thirrura nga Partia Demokratike, forcat e tjera opozitare, të cilat kanë adresuar kauza për qytetarët? Jo, pavarësisht se mund të jem ndjer i përfshirë në kauza, sepse Emërusi i Përbashkët në të gjitha situatat, le të themi që janë elementet lidhura me autokracinë, elementet lidhura me largësinë e ligjeve të shkruara dhe zbatimin e tyre. Ligjet në Shqipëri tani më besoj që janë maturuar. Vullneti për t'i zbatuar ato, që ne ndjejmë në nivelin e përditshmërisë, janë ato që sjellin limitimet dhe pakënaqësitë. Të tilla lloj situatash, përveç se janë të mira, përveç se krijojnë një opozitaritet real, përveç se e shprehin atë me forcë dhe pa u përfshirë në interesat politik, e bën këtë një situatë mjaftueshëm të veçantë për të vlerësuar dhe për të mos u nënpërfillur nga asnjë njeri në Shqipëri dhe më tej, sepse kjo ka patur një rezonancë edhe në diasporë. Po kjo diasporë është ajo diasporë që ka jetuar në Shqipëri. Pra janë brezat tanë që e kanë akoma ndjesinë e atë dashurisë. E kanë akoma ndjesinë e pushimeve që bëhen të cunguara për shkak të limitimeve të caktuara. Pra çdo mini kauzë e ka lidhur një njeri. Kjo mendoj që është e vëra. Normal, politika është instrumenti më i shpejt për të ndryshuar një gjendje të caktuar. Pse kjo lëvizje nuk ka droje apo ka një lloj frike, skepticizmi për të shkuar drejt një force politike apo drejt një lëvizje politike për të bërë atë instrumenti që realisht mund ta ndryshojë gjendjen? Shiko, mendoj që në protest ka shtresa pafund të përfaqësuara.
Por po mundohem të flas për shtresën për aq sa unë mund të përfaqësoj. Dhe kjo lloj situate nënkupton që problematikat tona janë reale dhe janë prezente. Dhe këto lloj problematikash nuk janë përfaqësuar nga kjo politikë. Sigurisht, asnjë nga ne aty nuk mendoj që po kërkon anarki. Përkundrazi, ne jemi aty për të kristalizuar sa më shumë sistemin politik, elektoral, politik bërës. Ne nuk kërkojmë të rikthehemi pas. Përkundrazi, ne kërkojmë të emancipohet më shumë situata për të mundësuar shprehin e gjithë çfarë zëri aty brenda në politik bëri. Çfarë e zvoglon protestën? Po, mendoj që protesta nuk është zvogluar Çfarë mund ta zvogglonte në realitet? Kundërshtrimin tuaj? Çfarë mund ta zgjidhte, do thosh unë. Përmbushja e kërkesave që janë. U bën disa vjet që ne shohim po të njëjtat figura politike. Pra mendoj që është edhe një element kundër politikës vjetër, kundër politik bërjes vjetër. Ndryshim, mase s'është termi dur, po edhe uji kur rri shumë, qelbet. Dhe ndryshimi, besoj që në gjitha resurset shqiptare, ka element mjaftueshëm të aftë për ta shtyrë këtë punë përpara. Kështu që kjo mendoj që do të jetë ky ndryshim, do të sjellë një përparim. Po jo përparim në nivele zbatimi ligjeve, lejimi I figurave profesioniste që të zbatojnë në fushat e tyre ato që duhet të zbatojnë, jo nomenklatura për nepotizëm, jo nomenklatura të cilat do duhet të komandohen pastaj në një mënyrë apo në një tjetër. Ka profesionistë zot ky vend. Nuk mendoj që ka pamundësi për ta shtyrë më para këtë kristalizimin e këtij sistemi politik apo politik bërës. Normal, 19 ditë protestë, qytetarët thonë as me Ramën, as me Berishën. Ndërkohë, teksa droja është nëse duhet apo jo të krijohet forca politike brenda protestuesve, duket se qytetarët do mbeten të papërfaqësuar edhe mund të hikin. Pra, besoj. Kush do mbushi sërish sheshin, nëse nuk përfaqësohen nga një forcë politike që realisht mund të kanalizojë të gjitha ankesat e tyre? Po sigurisht, përderisa një nga elementet përbashkues është le të themi largimi nga politika e vjetër, kam përshtypjen se kjo lloj situate mund të çojë edhe drejt maturimit të një force të re politike. Aktualisht nuk di që të ketë një lëvizje të tillë akoma. Dhe pjesa më e madhe aty përfaqësohen nga interesat qytetar, të cilat janë të papërmbushura dhe kjo kauzë nuk do bjerë për sa kohë këto interesa nuk janë përmbushur, ose që nuk shifet një ndryshim. Fakti është që mini ndryshime ka ndodhur. Një hap përpara, sado I vogël, ka ndodhur në çdo ditë. Dhe të tilla lloj elementesh do të thotë që rezonimi I kësaj situate është real. Pra ato që janë kauza që ngrihen, janë realisht kauzat që duhen të plotësohen. Pastaj, maturimi në përforca politike apo në përforca jo politike, sigurisht është një instrument, thash, asnjë nuk besoj në atë protest, nuk besoj që asnjë aty po kërkon anarkin. Sistemi është ai, tash s'dua të përmend, po edhe situata si viti 97, prap në parlament janë zgjidhur. Janë zgjidhur. Dhe kjo është afërmendës që prap drejt një institucionalizimi do të shkojë. Por ndoshta do të duhen ndryshohen elementet e garës.